Përshëndetje gjithëve, kopa u parë, kështu është jeta. Jena rikthyer këtu me një super video, ma keni kërkuar gjithë dhe po bëjmë vlerësimin e youtuberave shqiptar. E kemi bërë dhe një që ka bërë Glendi para disa muajve, po prap Glendi s'di me vlerësu, kështu që erdhi këtu baba, ku ka si unë mërbur. Po para se të vazhdojmë, ju lutesha like dhe subscribe, po edhe një fjalë tjetër që e dini shumica që YouTube shqiptar është shumë dobët. Unë për vete jam akoma shumë larg me kanalin tim. Jam akoma shumë larg që t'i futem youtuberve. Kështu që këtu janë besoj youtuberat më të mëdhenj që unë i njoh, ju i njihni dhe po. Kategoritë që vlerësohen youtuberat që e kanë përdor të gjithë youtuberat e tjerë, një 3-4 youtubera janë legend super mirë, duhet përmirësim dhe le YouTube-in. Legend e dini vetë ju kush hyn, youtuberat mëdhenj që kanë kontribu shumë për YouTube-in shqiptar, super hyn dikush që e ka kontentin e mirë, punën e mirë, është super, do me thënë shumë i fortë, ndërsa tek mirë është okay o vlla. Nivelet mira është, nuk është keq, nuk është as kush e di se sa mirë. Duhet përmirësim është dikush që ka një rrugë të mirë, po prap nuk është në atë nivel si tjerët. Që do me thënë i ka punët e kështu, po dhe le YouTube-in është dikush që e thot vetë fjala, o vlla, le YouTube-in se për atë punë, se fare për atë punë. Po në ky vlerësim është për bazën, punën, video, thumbnail-at, gjitha gjërat që kanë bërë jo për subat, se për subat ja ta ulan ta baza e këtu, e vendos legenda aty, pastaj tjerët i vendos gjithë super. Vetëm bivi që kam pak suba nga këto, po nuk po flas më shumë dhe Dhe nisim youtuberin i parë i cili është Loti Shaqiri. Loti, për mendimin tim këtu është, po për kohët e funit e ke diku këtu ose këtu, po pra bazën ose punën që ka bo ka vite në YouTube, ka editimin dhe gjërat e mira, e dini ju se çfarë prime ka pas Loti, po super po e vej, po super. Pastaj është Ica Albioni, është këtu të them drejtën, kontent të mirë ka, po prap nuk është nivele super për me ju afru Lotit, kështu që mirë, jo keq do me thënë. Pastaj është, kush na që ka Shqip Gaming, Graniti do me thënë, është thjesht vetëm me një fjalë legend. E dini ju pse s'kam nevojë t'ja u shpjegoj, gjithë që e njihni legenda e vejmë besoj, dhe për mua është legend, punën që ka bën YouTube-in shqiptar, shumë veta janë mirë njohës, i ka gjitha gjërat vëse mos përdorimi fiskamit ja ka prishë qik viewsat dhe disi caseat ja ka null audiencën, po prap legend është, kështu që legend. Adratiku, edhe ky si Albioni është njëjtë, punë të mirë bën, po këtu mirë është, nuk është kush e di se qa. Dhe youtuberi tjetër është Alkinzi ndaj leje kështu fal. Alkinzi punën e ka të mirë, thumbnailet i ka të mirë, gjërat që bën Alkinzi më tërheqin shumë, Elisoni do me thënë për ju që s'ja dini emrin, punën e ka shumë të mirë, thumbnailat, planet, idet, gjithë nuk mundot të përdori YouTube vetë që ka ndaj lek, po bën një gjë shumë të bukur, e cila më pëlqen shumë. Si për of all time, si për do me thënë, për momentin është super. Pastaj vjen me një kategori të dobët që e ka lënë mas dore, i cili është Endriti. Endritin e kam përkra shumë si youtuber para një 6-7 vitesh, punën në atë kohë është këtu ose këtu, po për kohët e funit këtu është, nuk e di, këtu ja. Po e ka përdor YouTube-in në fakt gjithë kohën për me kap në lek, bë live stream i bot gjitha, e le YouTube-in mas dore, po edhe ky YouTuber kryesor, kështu që për mu është super,
shkon të legjend po prapë është super se nuk i ka ato punë si graniti. Sorry bro. Pastaj vjen Gafi. O bo. Gafi është shumë i mirë, është legjend. Me fjalë, ju e dini pse punën që e ka bërë është youtuber i parë me 2 kanale me 100.000 suba. E ka kapur e Taulanti normal. Taulanti kujtjetër i bonja 10 kanale, po prapë e Gafi punën që ka bë. Gjithë e përkrahin, është shumë i mirë si youtuber, e vlerësojnë gjithë me punën që bën, kontentin e bën të mirë, thumbnailat i ka hajt mo, po prapë punën e ka shumë të mirë i det, nxjerr video rrallë, si të kanali kryesor, si të Gafi Gaming, po prapë legjend po e vej. Youtuberi tjetër është Mediumedi, do më thënë, është për mendimin tim super, nuk e di ata që të super, po më shumë është tek mirë, se qofse do flasim për 3-4 muajve, se e ka uli qik me punën që nuk ashtu e pas aktivitetin më si serioz, kështu që e ka mull për që tek mirë. Youtuberi tjetër është Ademi Knej, just Ademi do me thënë, i njohur më përpara. Ademi është ndër youtuber kryesor për vite, ka 1 dekadë si Gafi Graniti, edhe Ndriti, po edhe Loti, po prapë mirë, po për mendimin tim më i mirit e të mirt, këtu do me thënë. Duhet shkotet e super, po kesat ja kam prish shumë kontentin që ka pas bë më përpara, ka dash tani që të marri pak fam nga Robloxi, po se besoj se do i japin e qik fam Robloxi. Dhe youtuberi tjetër është Leonardo IT, Leo. Për mendimin tim, Leo është mirë, nuk është keq, këtu është, po them drejtën thumbnailat, i kam thënë më përpara, po prapë s'po merr vesh, thumbnailat i ka i qik sa cop, i det hajt më e ka i qik kontentin e mirë, pse bon punë të mdhaja në YouTube, thjesht që ti dali pare a fut aty, edhe ka që ka bazu karrierë më përpara në FIFA Mobile, kap kanalin Leonardo FC për FIFA Mobile gjasme për t'i bëjnë atë suba, po vuri re që s'po i hec shumë kanali kryesor Leonardo i të dhe vendosi që mos ta filloj FIFA-n aty që të bëjsh sa më shumë suba këtu. Kur ti bëjnë 100.000 suba mund ta zgjedhja atë kanal, po nuk ja vlen me u lodh kot për me hap 2 kanale kur ke akoma 30.000 suba. Dhe youtuberi tjetër është Sigu, nuk e di, Sigu i ka ca suba, po prap viewsa për me pas aq suba dhe pak viewsa, nuk e di. Punën se ka ne punë të madhe, është duhet për mirësim edhe mirë, po Free Fire-i që ka vdek edhe ka fillu akoma e ka prish shumë, kështu që të duhet për mirësim po e vendos, edhe nuk kam qenë e herë fans do me thënë i Sigut, e një, po s'kam qenë fans, kupto? Kështu që je. Pastaj Vada është youtuber, si me thonë, nuk është nga ato youtuberat si gjithë kryesor, do me thënë, është thjesht bën 1 video, 2 video, me 1 muaj, 2 muaj, ose 1 viti fare, pastaj zhduket, bën prap 1 video, nuk po t'rego as i gjë, thjesht duket që është i dështum, o dërzu, me pak fjalë, po prap mirë, po, mirë. Pastaj vjen Della Panda, apo jo, Laz TV, Artioli ka kontentin e mirë, kam shiku shumë, jam rrit me videot e atit, si gjithë youtuberve normal, me Renisin dhe videot e ndryshme, thjesht i ka ka pak video në kanal, po prap i ka kalu 200.000 suba, është duke arrit Gafin, po prap për videot që ka këtu është, e vlerësoj shumë, është shumë rrugë të mirë, edito shumë, i shat gjitha,
po është tek super. YouTuberi tjetër që nuk e di si mund ta them, po është Bivi. Bivi e kaloi YouTube-in, po prap kontentin e ka pas bot mirë, nuk e di pse e la. Po nëse s'do e lete YouTube-in do ishte duhet përmirësim, po atë që kaloi YouTube-in thjesht le YouTube-in plago. Edhe vada sigu këtu janë, po këto të paktën nuk e kanë lë YouTube-in komplet, kanë thënë që do vazhdojnë. Edhe ndrite aty është. Edhe Loti deri diku, Loti është më shumë duhet përmirësim pa mo. Dhe YouTuberi tjetër është Dardi. Dardi është deri diku më shumë edhe streamer, se sa YouTuber. YouTuber dikur ka qenë para 1-2 vitesh mund ta cilësoj YouTuber tek super, po për live streamet që po bëhe ka lë YouTube-in mas dore, menin e ka me kap lek nga live streamet që bëhen për Twitch Kick. U prapë është super do me thënë, po për mendimin tim, Artioli Artioli është i parit e super, kështu do me thënë. Pastaj është Agoni. Agoni e ka thënë vetë që ka dalë në pension vetë po bon në video kur s'ka qa të bëj, po në video për qef sa për me majt në budalik, po prap edhe kjo është për si ta them legacia se vitet që ka në YouTube është legend, po prap për aktivitetin dhe për deri diku thumbnailat është super, nuk është keq deri diku, po prap e ka menjen unë, po është super. YouTuberi tjetër ose kjo këja këtu me shqiponj është Kusha. Kusha ka aktivitetin shumë të lodht, video nuk është se nxjerr shumë me facecam, është mirë, duhet përmirësim, po më shumë të mirë. Më shumë po bo video me tjertë se sa po bo të kanali vetë, po hajtë më mirë e vendos për punën që ka bo deri diku. Pastaj vjen Learti që është tërë për Matrixi, edhe ky e ka pas shumë një punë të mirë YouTube-in duke bo vlogat, po ta shikot e funit vetë me sa po i shoh gjërat në për rrjetet e ndryshme, është thjesht u shiu jetën. Po për YouTube është mes mirë dhe super, po mirë po e vej. Pastaj Tibuja nuk është fare as YouTuber, është thjesht streamer, po nuk e vlerësoj, po është tek legend. Tibuja nuk vlerësohet thjesht sepse është streamer, kështu që po e çoj në fund se vlerësoj hiç. S'ja vlen me vlerësu, kuptoni? Pastaj YouTuberi tjetër është Elsofi. Elsofi e ka pas shumë problem aktiviteti, nuk është se ka ndonjë gjë shumë të madhe, po prap për YouTube gjithmonë është super. Mos ta kishte lë kanalin e vjetër Top Shif, po për super është i pari të super po e çoj dhe Meci është edhe ky nga YouTuberet kryesor që ka bë më shumë YouTube. Po Meci shkon për mendimin tim është legend për punën që e ka bë, nuk po flas për kështu budallishesh, po për shumica është legend, për mua është super, tash i zgjedh shumicën apo veten, hajt po çet e legend. Po domethënë është nga YouTuberet si Agoni, si Gafi, Graniti e këta, edhe Ademi, dhe YouTuberi tjetër është Arizoni. Arizoni ka qenë nivelet mira më përpara, po tash i ka ra, e keni gjuh shumë mirë se qa problemi ka pas ky, po prap kur ka pas vez ka qenë shumë mirë, po tash jetë qete super për punën që ka bë, video me ushqime, për ato që i pëlqen ushqimet, edhe janë të interesuar si këto avokado që bëjnë ushqime ose spicy ku ta di unë. Ky është spicy ose avokado i Shqipërisë. Pastaj vjen një dyshe këtu që ka ngel Endisi dhe Taulanti. Endisi dhe Taulanti, po i vlerësoj të dy, po i bi shkurt,
videot e mira i kanë, po vitet nuk është se kanë ai content si me tho, atë lloj niveli që ka Meci, Gafi, Graniti, kështu që nuk e çoj dot Taulantin Legend, nuk e çoj dot, kështu që e vendos tek super, për video, për thumbnaila, për kështu i ka kalu të gjithë, po prap kur ti bëj edhe ky një 8-9 vite, mbas 3-4 vitesh, edhe ky do vlerësohet si legend, ka për t'i mri 1 milion suba, gjithë dhe shikojnë si babën e YouTube-it shqiptar, po prap ky do mbetet tek super. YouTuberi tjetër që është ndisen po i bishkur thjesht tek mirë, se që do të super me gjithë të fortët këtu, po përveç kësaj Taulantin se harrova ta vendos më të mirin të super që vlerësohet. Dhe ky është mendimi im, e di të e mush një video, jo po ky tjetri është legend, jo po ky s'është legend, jo po ky tjetri le YouTube-in, jo po ky kështu, jo po ky ashtu, po është thjesht mendimi im, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Like, subscribe, sa më shumë like, sa më shumë subscribe, shumë dhe 2400 suba, dhe pas 2400 subave keni një video speciale dhe bye bye. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, bye bye.